Rikonstruimi i qeverisë do të ndodhë në maj ose qershor. Kështu u përgjigj kryeministri Kristian Mickoski gjatë një pyetje të gazetarëve se çfarë do të ndodhë me Arben Fetajin dhe Fatmir Limanin, pasi ky i fundit postoi një fotografi me Ali Ahmetin. Mickoski tha se këto gjëra do të diskutohen dhe vendosen me rikonstruimin e qeverisë. Ne kemi një marrëveshje në parim si partner koalicionin në qeveri, të tre strukturat politike, pra koalicioni udhëhequr nga VMRO-DPN, koalicioni Vlen dhe partia politike ZNAM. Ne njoftuam se në maj ose qershor do të kemi një rekonstruksion në vetë qeverin dhe sigurisht shumë nga çështjet të gjata dhe para rekonstruksionit do të vijnë në tryezë dhe do ta diskutojmë. Ndërsa sa i përket çështjes nëse Zjadin Sela do të bëhet pjesë e qeverisë, ai tha se për momentin nuk sheh hapësirë për negociata me parti tjera politike. Si koalicion kemi bashkëpunim korrekt dhe për momentin nuk shoh hapësirë për bisedime me subjektet politike tjera. E përsëris, fytyrën mund ta ruash një vit, ndërsa mund ta humbasësh për një moment. Muajt e fundit janë bërë shumë lëvizje brenda koalicionit qeverisës, ndërsa kryeministri rikonstruimin e ka paralajmëruar qysh në fund vit.